Shënandoni lindi në Egjipt nga prindër të devotshëm. Nuk u arsimua, por shkonte vazhdimisht në kishë bashkë me prindërit e tij. Mendonte gjithmonë arritjet e shenjtorëve dhe admironte mënyrën me cilën ndiqnin Krishtin apostujt dhe martirët. I bëri përshtypje të madhe në kishë, dikur një pjesë e ungjillit në të cilën Zoti i tha të pasur: "Nëse do të jesh i përsosur, shko shit gjithë pasurinë tënde dhe jepe atë tek të varfërit." Pasi shiti çfarë kishte, i ndau më pas tek të varfërit. Dhuroi gjithçka që kishte në mënyrë që të mos kishte as ai dhe as motra e tij asnjë përkujdesje që t'i pengonte në përpjekjet e tyre shpirtërore. Motrën e tij e vendosi në një manastir, kurse vetë banonte afër shtëpisë së vet, sepse akoma nuk ekzistonin manastiret. Në fshatin përballë atij, të Andonit, jetonte një murg i devotshëm dhe i veçantë, nga i cili fitoi dobi të mëdha. Ashtu si bleta që vrapon të mbledh nektarin nga lulet, ashtu dhe shenjtori vrapon të dëgjonte njerëzit e virtueshëm, duke ndjerë kënaqësi të madhe. Ishte dhe ai punëtor i madh, si bleta punëtore e zellshme. Bënte punëdore me të cilat nxirrte shpenzimet e tij, dhe nëse i tepronte diçka, e jepte tek të varfërit. Djalli i cili ka zili gjithë njerëzit nuk e priste nga një njeri si Andoni të kishte vendosmëri në ushtrim. Për këtë donte ta luftonte. Filloi demoni t'i kujtoi kujdesin që duhet t'i jepte motrës së vet. I fliste për kooperacinë, ambicien dhe kënaqësitë e trupit. Gjithashtu përpiqej ta dekorajonte pasi vendoste në mendin e tij shumë mendime se virtyti është shumë i vështirë dhe i ashpër, se trupi është i zotërueshëm dhe shumë të tjera. Kur shikonte se shenjtori qëndronte i palëkundër në besimin e tij dhe me lutjen e tij e mundte, mendoi mënyra të tjera që t'i arrijë qëllimit. Filloi ta shqetësoi ditë e natë kaq shumë sa e dëgjonin dhe të tjerët vajin që nxirrte shenjtori duke larguar me lutje mendimet e këqija. Shumë herë djalli kthehej në grua dhe mundohej me çdo mënyrë që ta mundte. Shenjtori i pikëlluar në Krishtin dhe ferrin e përjetshëm përballonte me sukses sulmet e djallit dhe mundte tundimin mishëror. Pasi pa djalli se nuk mund të arrinte të realizonte ato që synonte, u shfaq para shenjtorit si një fëmijë melankolik dhe i tha: "Mashtrova shumë të cilët i mposhta dhe përula, por që nga momenti që po hahem me ty u sëmura." Kur shenjti pyeti se kush ishte, dëgjoi si më poshtë: "Unë jam fryma e kurvërisë dhe nxis dëshira të zjarrta tek të rit për këtë sprovë." Atëherë shenjtori i tha demonit: "Shko në ferr, nuk të kam frikë, sepse je i zi në mendje dhe si fëmijë i sëmur, i dobët dhe i përçmuar." Kjo ishte trimëria e parë e Andonit kundër djallit. Shenjtori sillte në mendjen e tij ferrin e përjetshëm, sepse e dinte që metodat e armikut të tij ishin të shumta dhe të rrezikshme. Nuk shkujdeste veten e tij, por armatose me kreshmë dhe vigjilencë që të përballonte me sukses armikun. Shpesh agripnonte gjithë natën. Hante vetëm një herë në ditë në perëndim të diellit, çdo 2 ose 3 ditë hante bukë dhe pinte ujë. Linte për tokë, ose si për një rogozi, sepse mendonte që të rinjt duhet të torturonin trupin sa më shumë që të mundin, sepse kur kënaqësitë e trupit sëmuren, më shumë shpirti forcohet sipas apostullit dhe fitohet dallimi i madh në ushtrim.
Ato që lëm pas t'i harojmë, ato që janë para t'i zhvillojmë, në mënyrë që të forcohet gatishmëria dhe të konsiderohet si fillim i ri çdo ditë. Për një periudhë kohe, zgjodhi si banesë të tij një varr në Vareza, i cili gjendej larg fshatit. Pasi kishte dhënë porosi një të njohurit të vet, t'i sillte bukë një herë në disa ditë dhe kur ikte t'i mbyllte derën e varrit që kishte si shtëpi të tij. Një ditë shenjtori ndërsa po lutej i vetëm, pësoi një sulm nga shumë demon të cilët e rranë dhe lanë gjysmë të vdekur. Ditën tjetër, e gjeti shërbëtori i cili çonte bukën dhe sapo e pa gjysmë të vdekur e çoi në kish. Ati u mblullën të afërmi dhe të njohurit e tij për ta ndihmuar. Në mesnatë, u përmend dhe pas se po flinin të gjithë përveç shërbëtorit të tij. I tha ta marrë sërish dhe ta sjell atje ku e gjeti. Pasi bëri lutjen e tij, thiri duke thënë: Tu jam dhe nuk i trembem goditjeve tuaja. Sa do të liga të më bëni, nuk mund të më ndani nga dashuria e Perëndis. Atëherë demonët bën një zhurmë aq të madhe sa mendoi se era tërmet. Muret u krisën, zvaranik dhe kafshë të egra mbushën vendin dhe mundoheshin secila me formën e vet të luftonin shenjtë. Andoni vuante trupërisht, ndërsa shpirti i tij qëndronte i pafriksuar dhe i palëkundur. Përfundimisht, Zoti i kishte ardhur në ndihmë dhe demonët u bën të padukshëm, duke pushuar dhe dhimbjet e tij trupore. Isu imi i ëmbël, ku ishe që nuk u shfaqe më parë që të ndaloje dhimbjet e mia? Atëherë u dëgjua një zë që thoshte: Këtu isha, dhe prisja të shoh përpjekjen tënde, dhe me qenë se durove dhe nuk u munde, do jem me ty, dhe do të bëj të dëgjuar në të gjithë botën. Ishte 35 vjeç kur takoi një jeront të moshuar dhe e luti të jetonin bashkë në shkretë të tjerë. I moshuari nuk pranoi të shkojë për arsye të moshës së vet. Djalli sërish deshi ta ndalonte dhe i hodhi përpara këmbëve një tabakat të madhe argjendi. Shenjtori tha: Si u gjend këtu, pasi as rrugë nuk ka, as nuk e solli njeri. Është vepër e jotja, djallë, që të pengosh dëshirën time. Sa po i tha këto, tabakaja u zhduk. Por ndërsa vazhdonte udhëtimin e tij, gjeti një qyp ari të vërtet të hedhur në rrugë. Andonit i bëri përshtypje, por vazhdoi rrugën e tij duke vrapuar. Pasi gjeti një kështjellë të vjetër, pak më larg lumit, e cila ishte mbushur me zvaranik, ai vendosi të banojë aty. Zvaranikët ikën sikur t'i përzente njeri, dhe pasi mbylli hyrjen, mbeti vetëm. Pranonte bukë çdo 6 muaj, dhe asnjëri nuk mund ta shinte. Disa i afroheshin kështjellës, por dëgjonin zëra shumë të fuqishëm që vinin së brendshmi dhe bërtisnin: Ik nga toka jon, pse do të jetosh në shkretir? Në fillim, menduan se bëhej fjalë për njerëz të cilët donin të largonin shenjtorin nga kështjella, por kur pahan nga një frongji, vërtetuan se nuk ishte asnjë, dhe kur kuptuan se bëhej fjalë për demon, u trembën dhe lutën shenjtorin t'i mbrojë. Ai u tha: Mos u trembni. Bëni kryqin tuaj sepse janë fantazma satanike dhe vazhdoni rrugën tuaj. Shumë herë të njohurit e tij mendonin se do ta gjenin të vdekur, ndërsa e dëgjonin të psalte: Unë gjallë Zoti, dhe në vazhdim psalme të tjera.
Në atë kështjellë qëndroi mjaft të vite, dhe mjaft të vetë e kishin zili për këtë. Një ditë, u mblodhën, prishën derën me dhunë, por e gjetën të shëndetshëm dhe në gjendjen që e kishin lënë. Atëherë shëroi shumë të smur, gjendej kudo duke ngushëlluar ata që dëshpëroheshin, qetësonte ata që vuanin, dhe u fliste me hir të shenjtë për dashurinë e Krishtit. Me këshillat e tij të dobishme, shumë deshën të bëhen murgjë, dhe kështu për pak kohë shkretira u shndrua në qytet me manastir. Lumi Nil ishte i mbushur me krokodile. Dikur shenjti donte të kalonte lumin që takonte vëllezër të tjerë murgjë bashkë me ata që e shoqëronin. Pasi u lutën, kaluan lumin pa u dëmtuar dhe pa pasur krokodil, dhe u kthyen të gjithë në manastir. Një ditë, u mblodhën të gjithë murgjit dhe e lutën që t'u thotë fjalë për shpëtimin e shpirtit. Shenjti me dialekt egjiptian i mësonte: të mos kujtojmë se kryejmë gjëra të rëndësishme, sepse nuk llogariten pësimet dhe përpjekjet e kësaj periudhe në krahasim me lavdinë e përjetshme. Gjithë toka është e parëndësishme para qiellit, dhe kush përbuz toksoret do të shijojë atje më shumë. Nëse ndonjëri lë shtëpinë ose paratë e tij, nuk duhet krenohet, por duhet mendohet se nëse nuk e lë pasurinë e tij për virtute, pasi të vdes, do ta lëj atje ku nuk do. Prandaj nuk duhet asnjë të dëshirojë gjëra që nuk i merr me vete, por të përpiqet të marrë sa më shumë urtësi, drejtësi dhe virtute të tjera që të fitojë jetën e përjetshme. Le të bëjmë çdo ditë ushtrim për vdekjen, duke kujtuar ditën e gjykimit, sepse frika e ferit zhduk çdo dëshirë absurd. Këto dhe shumë të tjera shënandoni tha tek nxënësit e tij dhe u tregoi veprimet, dredhitë e demonëve e në fund u tha fjalët e mëposhme. Kini kujdes nga dredhitë e demonëve dhe mos i jepni rëndësi për çfarëdo gjëje që do thonë, sepse shumë herë më luftuan dhe më mallkonin. Shumë herë profetizonin, për shembull, për ujin e lumit dhe unë i përzija. Disa herë më rrethonin si ushtar me armë dhe kuaj. Disa herë më shfaqeshin si kafshë të egra dhe zvaranik dhe më kërcënonin, por unë gjithmonë psalje. Njëherë tjetër u shfaqin natën me dritë, duke thënë: erdhëm të ndriçojmë andon. Dhe unë mbylla sytë dhe lutesha. Atëherë menjëherë u zhdukën të pafet. Disa herë psalnin nga shkrimet, por unë nuk dëgjoja si i shurdhi. Njëherë erdhe në manastir, ku mu shfaq një demon dhe më tha: unë jam forca e Zotit, çfarë do të dhuroj andon? Unë i fryva duke kërkuar ndihmë në emrin e Krishtit, edhe ai u zhduk. Njëherë tjetër u shfaq para meje si murg, duke më afruar bukë edhe pse dinte se kreshmoja. Më nxiste me fjalë të mos kreshmoj, sepse do të bëhesha i dobët, por kur unë u çova dhe u luta, ai u bë i padukshëm. Një ditë dikush trokiti në derë dhe kur dola jashtë, pash një njeri trup mall dhe të gjatë, dhe pyetjes sime se kush ishte, mu përgjigj: jam Satanaj. Pse më i dhuronin padrejtisht murgjit dhe gjithë krishterët më përndjekin? Dhe shenjti e pyeti: po ti pse i tundon? Edhe ai u përgjigj: vetë bie në tundime dhe gjëra të neveritshme. Unë u sëmura dhe nuk kam ku të ri, sepse nga do jam bërë krishter dhe akoma kjo shkretëtirë u mbush me murg. Unë pasi admirova hirin e Zotit, i thash demonit: gjithmonë je gënjeshtar, por tani the të vërtetën, se Krishti që u mishërua të zhveshi nga çdo forcë dhe të bëri të pafuqishëm. Sa po i dëgjoj këto, demoni u zhduk. Pra, ai pranon dobësinë e tij. E për këtë nuk duhet t'i friksohemi, por të fitojmë guxim,
me forcën e Zotit Krisht, i cili na mbron. Në qoftë se demoni na gjen frikacak, atëherë na bën të kemi më shumë frikë, dhe në qoftë se na shet të gëzojmë më Zotin, nuk mund na dëmtojë, por kthehet i çarmatosur dhe i turpëruar. Shenjti që të soi në qelin e tij dhe kur kujtonte çdo ditë botën tjetër që kaq shumë dëshironte pësherëtinte. Kur shikonte jetën e përditshme të njerëzve, i vinte turp të hante apo të flinte, duke kujtuar virtutet e shpirtit. Shumë herë kur donte të hante me murgjër të tjerë, kujtonte ushqimin shpirtëror dhe braktistat të trupor. Dikur, kur po hante me murgjit, u mësonte se të gjithë jetën tonë duhet ta varrosim për dobi shpirtërore dhe të mos interesohemi për ushqimet, veshjet dhe të tjera të mira materiale. Në atë kohë u bë një përndjekje e madhe ndaj kishës nga Maksimiani. Shenjti vraponte në ndihmë dhe ngushëllim të atyre që përndikeshin dhe kishte dëshirë të zjarrt të martirizojë për Krishtin. Për këtë shkoi me disa nxënësit e tij duke u dhënë kurajo dhe mbështeste martirët me fjalë dobipruese, duke hyrë në përburgje dhe gjyqje. Gjykatësi kishte urdhëruar të mos shfaqet asnjë murg, as në gjyq dhe as në gjithë Aleksandrinë. Ndërsa të gjithë u fshehën të frikësuar, shenjti qëndronte në një vend të lartë, i patrembur dhe vezullues, duke thënë kështu dëshirën dhe vendosmërinë e të krishterëve, dhe luti të bëhej i denj për të provuar. Zoti e ruante, rrinte atje dhe bashkëvuante me të përndjekurit, dhe ndihmonte derisa ndaloi përndjekja dhe u kthye në manastirin e tij. Aty kalonte një jetë të vështirë që karakterizohej si martirike. Vishte një këmishë të leshtë dhe xhaket me lëkurë deleje, të cilat i kishte gjatë gjithë jetës së vet. Oficer, i cili quhej Martimianos, kishte një vajzë e cila demonizohej. Erdhi në qelinë e shenjtit duke trokitur në derë dhe luti shenjtin të lutej për vajzën e tij. I shenjti ju përgjigj nga brenda: "Njeri, pse më pyet? Edhe unë jam mëkatar. Por në qoftë se beson tek Zoti Krisht, shko bë lutjen tënde dhe do të bëhet sipas besimit tënd." Ai pasi besoi, duke kërkuar ndihmë në Zotin Krisht, u kthye dhe gjeti vajzën e tij të shëruar. Njerëzit, duke parë mrekullitë e shumta që Zoti bënte nëpërmjet shënandonit, filluan ta nderojnë shenjtorin. Kjo e shqetësonte dhe mërziste shumë atë. Kur i shenjti pas se lutej shumë, por nuk qetësoi ashtu siç ai dëshironte, mori vendimin të shkojë në Egjiptin e sipërm, ku do të ishte i panjohur, sepse kishte frikë se duke bërë mrekulli do ta admirohej nga njerëzit dhe bëhej krenar. Mori disa bukë, qëndroi në bregun e lumit dhe priste varkën që të kalonte në krahun tjetër. Atëherë dëgjoi një zë që i thotë: "Ku shkon, Andon?" U përgjigj: "Populli më shqetëson, më kërkon mrekulli të cilat te kalojnë fuqitë e mia. Po shkoj në Egjiptin e sipërm. Edhe në kullota nëse shkon nuk do të gjesh qetësi, sepse do të shqetësojnë dhe atje. Në qoftë se do të qetësohesh, shko në brendësinë e shkretjes." Atëherë shenjti tha: "Dhe kush do të më tregojë rrugën të cilën nuk e njoh?" Atëherë zëri i tregoi disa tregtar arab, të cilët e pritën me gëzim dhe pasi eci 3 ditë net pas tyre, arrit në një mal shumë të lartë. Poshtë kishte ujë dhe pemë të pakultivueshme. Sa po shenjti pa një vend kaq të bukur, kuptoi se atje po e dërgonte Zoti. Pasi mori bukë nga tregtarët, qëndroi aty vetëm për të kaluar jetën ashtu siç ai donte. Tregtarët kur pan dëshirën e tij, kalonin qëllimisht andej dhe i sillnin bukë, dhe kështu e kaloi jetën për shumë kohë qetësisht dhe të rregullt. Pasi nxënësit e tij u informuan se ku ndodhej, i dërgoni gjëra të domosdoshme që i nevojiteshin.
Shenjti u mërzit që u shkaktonte kaq shumë mundim, si shkak të largësisë së madhe, dhe kërkoi t'i dërgoni një kazëm dhe pak grur të mbillte dhe të vetë ushqej. Pas ja dërguan ato, pastroi tokën dhe kultivoi. Në vazhdim e mbolli dhe vaditi, dhe toka dha frutet e veta. Shenjti gëzoi sepse i plotësonte vetë nevojat dhe nuk i bëi barë asnjëriu. Më pas, kur filluan ta vizitonin, kultivonte edhe lakra, që të mund t'u afronte dhe atyre për të ngrënë. Por kafshët e egra, pasi vinin për të pirë ujë, shkatronin dhe të mbjellën. Shenjti, pasi bërtiti njerëz prej tyre, u tha të tjera: "Pse më bëni dëm, pasi unë nuk ju kam dëmtuar asnjëherë? Në emrin e Zotit Krisht, shkoni dhe mos u afroni më këtu." Ato si me mrekulli ikën dhe nuk u shfaqën më herë tjetër. Pas ca ditësh, tek bënte pundor dhe përgatiste kofina të cilat u jepte atyre që i sillnin gjërat e nevojshme, dëgjoi dikë të tërheq shullin e derës së tij. Kur u çua, pa një kafshë të egër e cila nga mesi e sipër ishte si njeri, ndërsa gjymtyrët e poshtme ishin si të një gomari. Shenjti sapo e pa i tha: "Jam shërbëtori i Krishtit, dhe në qovë se të dërgoj të më bësh keq, bëj çfarë të duash." Atëherë kafsha bashkë me demonët e saj u largua me shpejtësi, sa u gremis dhe dha shpirt. Kjo vdekje e kafshës ishte shenjë e rënjes së demonëve. Përpjekja e tyre ishte të largonin shenjtin nga ajo tokë, por nuk arritën dhe u mundën prej tij. Për 20 vjet në vazhdim, tundimet ndaj shenjtit ishin të shumta, të ndryshme dhe të pabesueshme. Përpjekjet e tij asketike ishin të pandalshme, derisa vdiqën vrullet trupore dhe arriti në gradën e papasionshmërisë. Veprimet dhe fama e tij bindën shumë që ta imitojnë, sa edhe ajo shkretëtir mori formë qyteti ligjvënës dhe mbikëqyrës i të cilës ishte shenjti. Disa murq nga manastirët e tjera erdhën dhe lutën që t'i vizitonte që të përfitonin qoftë edhe pak ditë prej tij. Kur shenjti pa devotshmërinë e tyre, shkoi pas që t'u jap dobi shpirtërore. Kishin ngarkuar në një deve gjërat e durra dhe u nisën. Gjatë rrugës u mungonte ujë dhe nuk po gjenin asgjë kunder. Duke mos vazhduar të ecnin dot, nga etja dhe dielli i nxehtë ranë poshtë të pikëlluar. Shenjti, kur pa se rrezikonin, i erdhi keq për ta dhe psheretiu. Pasi u gjunjëzua, duke ngritur duar drejt qiellit, u lut dhe menjëherë doli ujë bollçëm e ëmbël në atë tokë dhe u freskuan të gjithë. Pasi gjetën deven, i dhanë ujë, mbushën shakujt dhe vazhduan të gëzuar. Kur po vinin për në manastir, u ndjen të gjithë të ngazëllyer, dhe sapo pan shenjtin, ndjen gëzim të madh që do të shijonin mësimin e tij të ëmbël. Atëre, pa dhe motrën e tij, e cila ishte igumene në manastirin e grave dhe u gëzua. Pas pak ditësh u kthye sërish në mal dhe që atëre shumë murgje mësuan vendin dhe vizitonin. Por Andoni i mësonte vazhdimisht duke u thënë: "Besoni në Zotin dhe duajini atë me gjithë shpirtin tuaj dhe forcë. Të ruheni nga arsyetimet dhe dëshirat trupore. Të mos gënjeni në mbushjen e barkut. T'i shmangeni mendjemallësisë dhe të luteni vazhdimisht." Këto u thoshte dhe shumë gjëra të tjera.
Të sëmurët që i sinin i ngushëllonte pasi vuante bashkë me ta, dhe lutej për shpëtimin e shpirtit të tyre. I luste të këmbgulin dhe të shpresojnë tek Zoti, sepse njeriu nuk ka fuqinë t'i shërojë, por vetëm Zoti i plot fuqishëm. Një sundimtar i mbretit që quhej Fandon kishte një sëmundje të frikshme, duke ngrënë gjuhën e tij. Gjithashtu vuante nga sytë dhe mund të verbojë plotësisht. Kur shkoi dhe i u lut shenjtit që ta shëroi, ai pasi u lut i tha: "Shko dhe do të shërohesh." Por ai nuk deshte ikte pasi deshte që ta ndihmonte. Por i shenjti i tha: "Sado që të rish këtu, nuk do të shërohesh. Shko, dhe sapo të arish në Egjipt, do të shikosh mrekullinë." Pasi besoi në fjalët e shenjtit, u nis dhe kur u afrua në Egjipt, u bë menjëherë mirë, pikërisht siç i kishte thënë shenjti. Një grua e virgjër nga vendi gusuri i Tripolit kishte një pasion shumë të frikshëm dhe shumë të shpeshtë. Ishte dhe paralizuar dhe sytë e saj lëviznin vazhdimisht. E ngritën në këmbë dhe pas shumë mendimesh e çuan tek shenjti. Qëndronin jashtë bashkë me murgjit. Murgjit shkuan brenda tek shenjti dhe para se t'i tregojnë në lidhje me vajzën, i foli ai vetë për gjendjen e frikshme dhe sëmundjen e saj, dhe e sollën vetë prindrit e saj. Shkoni dhe do ta gjeni të shëruar. Pasi shkuan murgjit, e gjetën vajzën të shëruar dhe gëzonin bashkë me prindrit e saj. Dikur po vinin dy murgj në mal për të vizituar Andonin dhe gjatë rrugës u mungonte ujë. Njëri vdiq nga etja, ndërsa tjetri mbeti i shtrirë në tokë dhe po priste vdekjen. Shën Andoni thiri dy murgj dhe u tha: "Merrni një shtampë me ujë dhe shkoni në rrugën për në Egjipt, sepse dy vëllezër, ndërsa po vinin për këtu, u mungonte ujë, dhe njëri vdiq, ndërsa tjetri rrezikon." Pasi ecën për një ditë, gjetën njërin të vdekur dhe varrosën, ndërsa tjetrin, pasi e përmendën me ujë, e sollën tek shenjti. Një herë tjetër, pasi po shikonte nga qielli, pa dikë që ngrihej në përqej, dhe engjëjt që e rrethonin gëzoheshin, dhe u dëgjua një zë të thoshte: "Ky shpirt është i Amunit." Ai jetonte në Litria, që prej andej mbante 13 ditë rrugë. Nxënësit e pyetën shenjtin dhe ai u përgjigj se në këtë moment ka vdekur Amuni, bashkasket dhe shoku im. Nxënësit e shkruajtën ditën që pa këtë vdekim. Pas 30 ditësh, erdhën vëllezër nga Litria edhe i pyetën, dhe vërtet në atë orë kishte vdekur Amuni. Dhe u habitën se si mund të dinte se çfarë ndodhte kaq larg. Dikur një i pari i vendit, i cili ishte kont, ju lut shenjtit të shëroj një virgjëresh e cila vuante nga stomaku dhe brinja. Ai me të vërtetë e shëroi. Shumë herë e dinte më parë mbërritjes së njerëzve shkakun për të cilin shkonin vizitorët e ndryshëm. Dikur erdhi një njeri i dëgjuar dhe me famë, i cili kishte një demon të frikshëm, i cili hante mishrat e tij. E sollën tek shenjti, dhe ai, pasi i erdhi keq, bëri agripni bashkë me të. Gjithë natën lutej për të sëmurin, kurse në mëngjes ai e shtyn shenjtin dhe e hedh për tokë. Shenjti u tha njerëzve mos e qortoni të riun, sepse nuk është ai që e bëri këtë, por demoni. Kur Zoti e detyroi të dalë, u inatos dhe bëri këtë veprim. Por lavdëroni Zotin se është shenjë që iku demoni nga njeriu. Një ditë deshi të hante siç e kishte zakon. Ju shfaq se e rrëmbyen engjëjt dhe e ngjitën në qiell, dhe aty pa disa demon të frikshëm dhe të errët, të cilët pengonin të ngjitet më lart. Engjëjt fluturonin me demonët dhe i kërkonin t'u jepte llogari për veprat e tij, që nga ora që lindi.
Engjëjt u thoshin: sa mëkat e bëri që fosh një derisa u bë murg, ja mbuloi Zoti, dhe që nga momenti që mori urdhrin e shenjtë, edhe mori përsipër të ruaj urtësinë, varfërinë dhe virtytet të tjera, keni pushtetin të kontrolloni. Edhe demonët, pasi i akuzuan padrejtësisht për disa gjëra, dhe pasi ja vërtetuan, e lanë pa asnjë pengesë. Kur u përmend, u ndërgjegjësua se sa luftë dhe mundim ka shpirti për të vuajtur. Dikur po mendonte për gjyqin që pret shpirtin kur ndahet nga trupi, dhe natën tjetër e thiri dikush nga lart duke i thënë: Andon, dili jashtë të shohësh atë që ke dëshirë. Dhe kur doli jashtë, pa një gjigant shumë të shëmtuar, i cili arrinte deri në re, dhe disa të tjerë ngjiteshin si krah. Giganti shtriu krahët e tij dhe kapte disa prej tyre duke i penguar që të ngjiten, ndërsa të tjerët i shmangeshin. Për të parët gëzoi, kurse për të dytët kërciste dhëmbën. Atëre prap u dëgjua një zë i thotë Andonit: të mendosh ato që shesh. I ndriçuar kuptoi se ai gjigant ishte armiku i shpirtrave dhe ndalonte të kalonin shpirtrat mëkatar, kurse të drejtët nuk mund t'i pengonte. Në virtut ishte gjithmonë i përullur dhe nderonte klerikët dhe i luste me përurësi. Fytyra e tij dhamburiste dhe kishte hir të çuditshëm perëndie. Nëse ndodhej në mesin e murgjërve dhe nuk e njihte asnjë, menjëherë dallonte nga pastërtia e shpirtit të tij dhe sjellja e tij e virtutshme. Nuk donte shoqëri me eretik dhe kryesisht me manikejnët dhe arianistët, por osiste gjithnjë besimtarët ortodoks të mos u afroheshin eretikëve, sepse shoqëria e tyre u shkaktonte dëm në shpirt. Dikur e ftuan të krishterët dhe u lutën të shkojë deri në Aleksandri. Shkoi, dhe u predikoi duke mësuar se biri është i njëjtë me Atin, dhe se arianistët janë një me idhujtarët që adhurojnë krijesën në vend të krijuesit. Ortodoksët gëzoheshin kur dëgjonin shenjtin dhe mallkonin luftën eretike kundër Krishtit. Akoma dhe priftërinjt e idhujtarëve rredhnin të shikonin njeriun e Perëndisë. Kështu e kishin quajtur pasi bënte shumë mrekulli. Kur vendosi të largohet nga qyteti i Aleksandrisë, e arriti një gruaje e cila qante dhe thëriste duke thënë: Njeri i Zotit, qëndro dhe pak këtu për hir të Zotit, që të mos vinë në qelin tënde duke rrezikuar jetën, sepse vajza ime demonizohet. Sollën vajzën e saj e cila sapo pa shenjtorin raport tokë. Ai pasi u lut e shëroi. Shumë u pagëzuan dhe besuan duke parë virtutet e shenjtorit dhe veçanërisht urtësinë e tij të pamaz, të cilën e përvetsoi pavarësisht se kishte pak shkollë. Kur shkoi në qelin e tij gjeti idhujtar të shkolluar, të cilët mendonin se do ta tallin, meqense ishte i pa shkollë. Dhe shenjti i pyeti: Cila nga të dyja udhëheq dhe cila është e para, mendja apo shkronja? Dhe ata u përgjigjen: Mendja udhëheq, ndërsa shkronjat ndjekin, sepse mendja i bëri shkronjën. Atëherë shenjti u përgjigj se kush ka mendje të shëndosh, nuk ka nevojë për shkronja, dhe ata admiruan urtësinë e tij të madhe. Më vonë erdhën dhe filozofë të tjerë, ose më mirë të paditur, të cilët u munduan me argumente ta mundin në çështjen e besimit. Por shenjti i mundi, duke shpjeguar me urtësi ekonominë e Perëndisë dhe damkosi idhujt me kocsinë e tyre. Njihte mitologjinë e tyre dhe u fliste për veprimet e tyre të palishme, në një mënyrë që ata u çuditën pa patur çfarë të përgjigjen.
u bëri këtë pyetje: "Më thoni me çfarë mënyre shfaqet dija e Zotit? Dhe vërtetohet më shumë me fjalë apo vepra?" Dhe ata u përgjigjen me vepra. Edhe ai u tha: "Saktë thatë, tu janë disa të sëmurë. Shërojini ata, ose me arsyetimet, ose me çfarë do mjeshtërie tjetër, se idhujt tuaj janë të kotë dhe të pandjeshëm. Nëse nuk mundeni, unë do t'i shëroj, që të pranoni forcën e Krishtit të kryqëzuar, të cilën e talli." Ata i thanë se nuk mund ta bëjnë këtë mrekulli. Atëherë shenjti, pasi ftoi ndihmën e Zotit dhe bëri 3 herë shenjën e kryqit, u shëruan gjithë sëmurët dhe falenderuan Zotin. Filozofët me ato që pan, u mrekulluan dhe u çuditën. Atëherë u thot: "Pse çuditeni dhe maniteni? Nuk e bëra unë mrekullin, por Zoti Krisht, të cilin, nëse ju e besoni, nuk keni më nevojë për vërtetim me fjalë, dhe dashuria e Zotit do të veprojë tek ju të gjithë." Filozofët admiruan urtësinë e tij dhe e përqafuan dhe i morën bekimin, pasi pohuan se përfituan shumë prej tij. Fama e tij mbërriti deri tek mbretërit. Konstantini i Madh bashkë me djemtë e tij i shkruanin letra dhe i luteshin që të përgjigjej si babai i fëmijëve. Shenjti nuk krenohej me qenë se i shkruanin mbretërit, por me përullësi i këshillonte për dobinë dhe shpëtimin e shpirtit. Gjithashtu i këshillonte të mos jenë krenar me qenë se kanë lavdinë toksore, por të kujtojnë lavdinë e përjetshme dhe qellore, dhe vetëm Krishti është mbret i vërtet dhe i përjetshëm, të cilin duhet ta kujtojnë dhe mbretërit e tokës me drejtsinë dhe filantropinë e tyre. Mbretërit, sa po merrnin letrat e shenjtit, ndjenin gëzim të madh. Dikur, ndërsa Andoni po rinte, pësoi një gjendje ekstaze të frikshme dhe kaq shumë u friksua sa rënkoi. Pasi u çua dhe u gjunjëzua, u lut me shumë lot. Ata që gjendeshin aty u trembën dhe ju lutën t'i thot ato që pa. Shenjti nxori një pësherëtim dhe me shumë dënesë u atregoi: "Pritet të vijë zemërim i madh në kishën tonë, dhe njerëz të pabes do të ngjiten në fron, dhe pa shtryezën e shenjtë t'i vinë rrotull mushkat e egra që gjuanin besimtarët që ndodheshin brenda në kishë." Më pas, dëgjova një zë që më thoshte: "Do të turpërohet altari im." Këto pa shenjtori dhe pas 2 vjetësh, sunduan kishën arianistët, të cilët pasi rrëmbyen sendet e shenjta, vunë idhujtarët të bënin në tryezën e shenjtë sa shkelje deshën. Nxënësit e Andonit kuptuan se përpolitjet e gomarëve parathoshin veprimet që do të bënin arianistët. Po shenjti me syrin e tij të mpret ngushëllonte vëllezërit e tij duke thënë: "Mos ju vi keq fëmijët e mi, sepse së shpejti kisha do të çlirojë pasurinë e saj, dhe pasi të zhduket mungesa e respektit ndaj Zotit, do të ndriçojë si më parë devotshmëria ndaj Zotit." Fama t'ju porap kudo dhe erdhën ta shohin dhe vizitojnë jo vetëm njerëz të thjeshtë, por dhe gjykatës e sudimtar me shpurr. Por nuk i lejonte që të ngjiteshin deri në qelinë e tij, por qëndronin në mal dhe lusin me zë që të zbresë shoh dhe të përfitonin prej tij. Por shenjti me pretekste të ndryshme u shmangej që të mos e shqetësonin. Gjykatësit, meqense kishin dëshirë të zjarë, ta shihnin dhe të flisin me të, dërgonin të dënuarit për krime, të cilët i tërhiqnin mjerisht me forcë në mënyrë që t'i vinte keq për ta dhe të detyrohej të zbresë ashtu si dhe ndodhte. Atëherë dilte nga qelia e tij dhe këshillonte gjyqtarët të zbatonin drejtsinë dhe të mos abuzojnë me të, dhe pastaj kthehej shumë shpejt në qelinë e tij. Njëherë një duk e luti që të qëndronte edhe pak akoma që të flisnin
edhe atëherë shenjtori i tha: ashtu si peshqit nëse qëndrojnë shumë kohë në tokë, ngordin, ashtu dhe murgjit nëse rrinë shumë kohë me njerëzit e botës dëmtohen. Sa dëgjoi këto, ai u largua dhe pranoi se Andoni ishte me të vërtetë shërbëtor i Zotit. Kur shën Andoni arriti 105 vjeç, po ndjente se po i afroi vdekja e tij. Kështu shkoi jashtë në mal dhe u tha vëllezërve të tjerë: Kjo është vizita ime e fundit, dhe erdha t'u përshëndes, për pak ditë do të shkoj tek i dëshiruari. Ata, sa i dëgjuan këto, filluan të qajnë edhe përqafonin duke e puthur Jerondin. Por ai gëzoi sepse do të largohej nga toka e huaj në atë dheun e përjetshëm, edhe i këshillonte duke thënë: Mos lini më njanë ushtrimin tuaj, por si të ishte dita juaj e fundit, kështu të përpiqeni çdo ditë. Të ruheni nga mendimet e këqija, dhe mos keni asnjë komunikim me eretikët. Të ruani traditën e etërve, dhe gjithmonë devotshmërinë për Zotin tonë Isu Krisht, siç jeni mësuar nga shkrimet. Vëllezërit u përpoqën ta bindnin të qëndronte me ta dhe të vdiste atje. Por nuk deshi, sepse egjiptianët e kishin për zakon të mos varrosnin në tokë burra të virtytshëm ose trupat e martirëve të shenjtë, por i ruanin në krevat të balsamosur dhe me nderime të thella. Shën Andoni i pengoi për këtë zakon jo të mirë, duke ju kujtuar se trupat e gjithë shenjtorëve u varrosen, akoma dhe i Krishtit që pranoi të varroset për 3 ditë. Kështu që të mos ndodh e njëjta dhe me lipsanin e tij, nuk qëndroi në Egjipt, por pasi i përshëndeti, u kthye në qelinë e tij. Pas pak u sëmua, dhe pasi thirri 2 nxënësit e tij, Makario dhe Amatan, të cilët i shërbenin për 15 vjet, u tha: Unë po shkoj për tek despoti im. Ju të jeni vigjilent për të mos humbur ushtrimin shumë vjetor, por si të filloni tani ta ruani me gatishmërinë tuaj gjithmonë, sepse i dini tredhit e demonëve. Ata ju duken të egër, por janë të dobët në fuqi, dhe mos i kini frikë, pasi besoni gjithmonë tek Zoti. Mos komunikoni me eretikët, të përpiqeni të gjendeni gjithmonë me Zotin dhe shenjtorët e tij, që t'u pranojnë në mbretërinë e tij pas vdekjes. Në qoftë se doni të më kujtoni si atin tuaj, mos lejoni asgjë të marrë trupin tim në Egjipt, por varrosini atë në tokë të fshetë, që ta marrë pas ngjalljes së të vdekurve të paprishur e të pasënuar afër shpëtimtarit të Zotit Krisht. Ndani rrobat e mia, duke i dhënë episkop Athanasit njërën nga veshjet dhe tjetrën episkop Serapionit. Ju të mbani cilicin dhe të kërkoni shpëtim më Zotin, sepse tashmë Andoni nuk është më me ju trupërisht. Pasi tha këto, e puthën të gjithë duke qarë, dhe shenjti shtriu këmbët duke dorëzuar shpirtin e tij të shenjtë tek Zoti në 17 janar të vitit 356. Nxënësit e tij bën pikërisht si i porositi, dhe ata që morën veshjet e tij i kishin si një thesar të çmueshëm. Për kujtimi i tij festohet në 17 janar.